Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xheleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës bashkëpunimi në vepra të mira sjell rrugën drejt unitetit. Bashkëpunimi në vepra të mira është një nga shtyllat themelore mbi të cilat ndërtohet një shoqëri e shëndosh, e drejtë dhe bashkuar. Feja pastër islame nuk e sheh njeriu si një qenie të izoluar, por si pjesë të një trupi të madh shoqëror, ku çdo individ ndikon dhe ndikohet nga të tjerët njëkohësisht. Prandaj, Kurani dhe hadithet e Ehli Bejtit dhe të profetit Muhammad e theksojnë fuqishëm domosdoshmërinë e bashkëpunimit në mirësi dhe devotshmëri. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe bashkëpunoni në të mira dhe në devotshmëri, e mos bashkëpunoni në mëkat dhe armiqësi. Ajeti 2 i surës Maide. Ky ajet vendos një parim universal shoqëror, se bashkëpunimi nuk është vlerë në vetvete, por merr vlerë nga qëllimi dhe përmbajtja e tij. Kur bashkëpunimi drejtohet nga mirësia dhe devotshmëria, ai bëhet mjet ndërtimi dhe uniteti. Por kur përdoret për padrejtësi dhe mëkat, ai shndrohet në faktor shkatërimi. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: njerëzit janë të varur nga njëri tjetri, ai që plotson nevojat e vëllait të tij, Allahu do t'i plotësojë nevojën e tij në të ardhmen. Dhe ky hadith thekson dimensionin shpirtëror dhe shoqëror të bashkëpunimit midis motrave dhe vëllezërve tonë në fe, por jo vetëm, edhe me të gjithë njerëzit. Shoqëria nuk ndërtohet mbi individualizëm egoist, por mbi ndihmë reciproke. Kur individët fillojnë të mendojnë për hallet e njëri tjetrit, krijohet një rrjet solidariteti që forcon unitetin dhe largon armiqsinë. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: besimtari është vëllai i besimtarit. Ai është syri i tij dhe pasqyra e tij, nuk e tradhton dhe nuk e lë pa ndihmë. Dhe ky përkufizim i marrëdhënies ndërmjet besimtarëve tregon se bashkëpunimi nuk është vetëm një ndihmë materiale, por njëkohësisht është edhe një mbështetje morale, këshill e sinqertë dhe mbrojtje e dinjitetit të njerëzit. Një shoqëri ku njerëzit janë pasqyrë për njëri tjetrin është një shoqëri që korrigjon gabimet me butësi dhe ruan harmoninë. Nga ana shoqërore, bashkëpunimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja krijon disa efekte thelbësore në vetvete. Dhe janë 3 pika kryesore, ku pika e parë, bashkëpunimi në vepra të mira, forcon besimin mes individëve. Kur njerëzit bashkohen për të ndihmuar njëri tjetrin, dhe sidomos për të ndihmuar të varfrit, për të ndërtuar institucione arsimore, për të përkrahur jetimet apo për të përkrahur dijen, lind një ndjenjë përkatësie dhe përgjegjësie kolektive. Shoqëria bëhet më pak e përçar dhe më pak e ndjeshme ndaj konflikteve. Pika e dytë, bashkëpunimi në të mirë dhe në vepra të mira sidomos ul pabarazit sociale. Nëse të pasurit dhe të varfrit, të diturit dhe të paditurit bashkohen në përpjekje të dobishme, atëherë krijohet barazpesh dhe drejtësi në to. Imam Aliu paqja qoftë mbi të na thot: Allahu ka vendosur në pasurinë e të pasurve pjesën e të varfërve në këtë botë. Dhe ky parim e bën bashkëpunimin jo vetëm siç tham akt moral, por edhe detyrim shoqëror njëkohësisht. Dhe pika e tretë, bashkëpunimi në vepra të mira sjell mirësi dhe begati për të gjithë njerëzit që bashkëpunojnë dhe luftojnë të gjithë së bashku për çarjen dhe armiqsinë. Kur njerëzit janë të angazhuar me projekte të përbashkëta dhe të dobishme, ata kanë më pak kohë dhe më pak arsye për grindje. Kurani paralajmëron dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe mos u përçani, se do të dobësoheni dhe do t'ju humbas forca juaj. Ajeti 46 i surës Anfal. Përçarja dobëson energjinë kolektive të ummetit, ndërsa bashkëpunimi në të mirë dhe në vepra të mira sidomos e shumëfishon atë, pra energjinë kolektive. Imam Bakiri paqja qoftë mbi të ka thënë:
Më i dashuri tek Allahu është ai që është më i dobishëm për robërit e tij, pa për robërit e Allahut. Dobishmëria këtu nuk kufizohet vetëm në sadaka, por përfshin çdo kontribut pozitiv në familje, në komunitet, në shoqëri dhe në umet. Një mësues që edukon në sinqeritet, një mjek që shërben me ndershmëri, një iri që angazhohet në përpjekje humanitare, dhe të gjithë këto që të citova janë pjesë e bashkëpunimit në mirësi në fenë e pastër islame. Në kohën tonë, ku individualizmi dhe konkurenca shpesh mbizatrojnë mbi këto ndjenja të bukura siç janë solidariteti, mesazhi kuranor e shumë të tjera, ne duhet të ndjekim pra fjalën Allahu xhaleshanhu në momentin që besojmë në Zotin një dhe të vetëm dhe duam që të jemi të udhëzuar dhe të ecim sipas ligjeve të fesë së pastër islame, që janë ligjet që Allahu caktoi për ne, atëherë të ndjekim pra hadithet e profetit, jetën e profetit, sepse jeta e profetit ishte gjitha Kur'an dhe jeta e profetit ishte plot me vlera morale, por jo vetëm, edhe e ehlibetit paqja qoftë mbi ta të gjithë. Shoqëritë që ndërtohen mbi bashkëpunim në vepra të mira janë më të qëndrueshme, më të sigurta dhe më të begata. Ata kultivojnë besimin, ndershmërinë, ndjenjën e bukur, drejtësinë dhe paqen sociale. Bashkëpunimi në vepra të mira të nderuar dëgjues dhe shikues fillon si fillim nga familja, ku anëtarët e saj ndihmojnë njëri tjetrin në adhurime, në edukim, por edhe në moral. Ai zgjerohet më pas në komunitet, në shoqëri, në organizime bamirësie, në ndihmë për nevojtarët, në projekte arsimore, kulturore e shumë të tjera. Dhe më pas kulmon në pikën e unitetit të gjithë umetit, ku dallimet anësore nuk shndrohen më në përçarje, por shndrohen në pika që menaxhohen me urtësi dhe respekt të ndërsjellët. Prandaj bashkëpunimi në të mirë të mos harrojmë nuk është thjesht një rekomandim etik, por një strategji hyjnore për ndërtimin e unitetit shoqëror. Ai lidh zemrat, forcon strukturën shoqërore dhe tërheq mëshirën e Allahut xhaleshanhu drejt nesh. Kur individët bashkohen për të mirë, ata bëhen si tulla të një ndërtese të cilat janë të forta dhe mbështeten mbi njëra tjetrën dhe asgjë nuk i shemb ato të gjitha. Pra rruga drejt unitetit nuk kalon përmes fjalëve boshe apo sloganeve të ndryshme, por përmes veprave të vogla apo të mëdha qofshin ato. Ato vepra konkrete të përbashkëta në shërim dhe në shërbim të së mirës. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.